Vijojnë aplikimet për skemën kombëtare 2026, ndërsa në qarkun e Korçës, interesi fermerëve mbetet i lartë, veçanërisht për masën 8, e cila mbështet sipërfaqe dhe mbjella me kultura bujqësore. Fermerët shprehen se kjo skemë përbën një mbështetje të rëndësishme për zhvillimin e aktivitetit të tyre bujqësor. Për sipërfaqen e tokës kam për të aplikuar, kam mbjell patate, fasule, kam bashkë, këto. Po vitet e tjera ke aplikuar, ke përfituar? Po, kam përfituar dhe vitet e tjera, gjithë vitet, që kur e shapur aplikimi i kam fituar. Që nga hapja aplikimeve në qarkun e Korçës janë regjistruar rreth 4200 aplikime. Sipas drejtorit të Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë, Vullnet Gjolla, pjesa më e madhe kërkesave lidhen me masën 8, ndërsa procesi po vijon normalisht në të gjithë rajonin. Deri tani në qarkun e Korçës vetëm për skemat me pagesa direkte kemi arritur një numër për rreth 4200 aplikimesh, siç e patë edhe vetë ka një interes të fermerëve që vinë ditë për të aplikuar në zyrat tona, po kështu edhe në skemat të investimeve me pagesat në investime, ka pasur një interes, por numri tyre normalisht që jashtë me plotësim dosjesh dhe dorëzimi dosjesh bëhet në AZBR në Tiranë. Gjolla u bën thirrje fermerëve që ende nuk kanë aplikuar të përfitojnë nga afati në dispozicion dhe të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm. Ai bëri të ditur se aplikimet janë të hapura deri më 26 qershor, por në rast të një interesi të shtuar, afati mund të zgjatet deri më 30 qershor.